Përshëndetje nga Unenxhi. Sot në Shizon Air kemi zgjedhur një temë që ndes shumë debate, mendime, por edhe paragjykime. Çfarë mendojnë shqiptarët për one night stand? Le t'i pyesim. Ka hapur populli shqiptar për të tilla marrëdhënie? Patjetër. Je vetmja që më dhat këtë përgjigje, të gjithë ishin jo. Po, patjetër o zemra. Pse? Mendoj se mund të krijojë një marrëdhënie e shëndetshme nga marrëdhënie të tilla? Unë them po. Një ti që ka pasur marrëdhënie të tilla? Po, një çfarë lidhje ka jo, s'do dalë të diskutoj për dika femër, ndaç femra, ndaç mashkull. Çdo gjë privat. Me thënë ta e bëjnë, po nuk e flasin. Nuk e flasin. E bëjnë, po nuk e flasin. Çdo gjë e mban sekret. A e diti çfarë është one night stand? Po ta. E di kam duket. Shqiptarët janë të hapur ndaj aventurave të tilla? Ja, Mendoj se duhet të jenë të hapur? mosha ime jo, sigurisht që si pranon. Pse? Po se kështu jemi brymosur, kemi mentalitet, por që me thonë drejtën unë s'jam dakord. Është i tamam si koncept nuk e kuptoj, tamam thellë se çfarë është, por që tash brezin e ju i kanë një ndryshim shumë të madh. Po ç'a janë këto dashuri brenda natës, aman keqe. E diti çfarë do thot one night stand? Se di jo, një marrëdhënie seksuale. Si e mendon, është diçka e mirë? Jo, unë jam për dashurinë, nuk jam për one night stand, po pse të kanë thënë gjithë one night stand, a? Jo, unë jam i dashurisë. Për one night stand? Jo, faleminderit. Normal se di, se kam pasur gjë tjetër më përgjigje dhe se di është gjë tjetër. Me bën seks për i natë mos më pa tjetër. Ne mendon si eksperiencë të bukur për publikun? Besoj se ja. Po, më kam dalë me lëllëj. Gocët, për zotin po. Po si është eksperjenca? Shumë e mirë, po, një angër 130 herë, do dalë prapë. Më lek më, ta lek stavarin. Nxjerr lekët, vje direkt aja. Ky, ka qenë me mumër. Treshe. Ta bëj sëri. Kush dali për para, e kishin bë prapë. Mendon se është diçka e mirë? Jo, Do se shqiptarët janë të hapur për aventura të tilla? besoj se jo akoma. Me sa më shpjegove, ishte diçka që nuk takoni më pas njerë. Kështu që teknikisht Po u ku takove kryet marrëdhënia, e kupton? Si e the vet, one night stand. që nuk e kuptojnë. Tani e mire e keq që nuk ka i secilit. Mua na mos na 20 e posh, okay. Tani përtoj. Kënduar që e ke bërë? Jo, Ta asnjëherë. bëje prap Po, pse jo? Ç'i të çka? dalje. Po doli, po s'doli. Çfarë të bëjmë? Nuk mundim ta marr seriozisht një one night stand. Po është one night stand, get it one night stand. Nuk do ta krijoja se nuk do ta gjeja lidhjen atje ku bet one night stand. Secili, unë e dua, kam ato të vjetrat. Je mentaliteti vjetër. Po, Je mentaliteti vjetër, po e bën si eksperiencë? e bej, E bën, ha? e bej. Janë ato gratë me të paktën nga Greqia më serioze. Besoj unë. Greket janë më serioze? Jo, shqiptarët janë më serioze se Okej. greket. Greket janë puti kserës. Varet se koncepton gjithë secili. Të krijojë një marrëdhënie shëndetshme nga këto one night stand? Deri diku themi. Është një formë dashurie, po që nuk është aq e ngushtë ose themi që të ketë feedback pozitiv. Çifti bukur, një pyetje do ju a bëj. Po shna duan komplimentet ne. Është një marrëdhënie që ndodh vetëm për një natë midis një çifti dhe unë i kim më Çfarë pak. shpjegimi do t'japo ti për këtë? Po nuk është e mirë, tash çfarë shpjegimi t'japo këtë? Sheqe. Le gruaja ka çeço biçak. E zikshëm ajo. Si bëhen këto muhabete sy të gruas? Ju s'boj mirë ka, se sekrete këto. Ja sekrete. Ja sekrete. Jo. Po s'ka vlen, po çfarë? Unë jam për marrëdhënie të shëndosh familjare. Edhe nuk i shikoj të durve gjëra të shëndetshme këtu. Kjo gjë Jo, nuk është e shtur, po është diçka që kalimtare, thjesht. Gjë kodi, një gjë qefi edhe. gjë kodi dhe aq mbaroi. Ta bëj këtë vetëm për çfarë? Më fal se më futën qive në gojë.